Profesor, askush se pra shikonte një përfundim të tillë, duke pas parasysh potencën e Vllaznisë, por futbolli ka këto, detyronin të pranoni pas kaq shumë vitesh një humje në Loro Boriçi. Të thënë të drejtën jemi shokuar nga jo vetëm nga rezultati, por edhe nga paraqitja e disa vajzave, nuk e priqim këtë, kishim bërë gjithë javën, ishim përgatitur, kishim bërë gjithë javën stërvitje, kishim dhënë orientimet tona, por disa vajza nuk ishin në lartësinë e duhur, në atë që kërkoshin me vë. Edhe normalisht futbolli luhet 10-10 plus për një maç, kështu që sikur 3 vajza mos paraqiten mirë në fushën e lojës, dihet e punë, mundu me bë me zëvendësime, por edhe zëvendësimet nuk e çunë lojën aty ku deshim ne. Them drejt ishin 2 gola aksidental, nuk ka si për lloj loj Gramshi. Kishim rastet tona, mund të mbyllte pjesa parë 3-0. Kam dyshimet e mia te momenti penaltis që e lloj herë arbitri dhe e anulloi. Kjo është e gabum, por kam dyshimet e mia gjithsesi loja marroj vetëm një betejë, nuk ka marrë lufta akoma. Kështu që do t'i shikojmë gjanat më me imësi, do t'i shikojmë gjanat mirë, korrigjojmë ato gabimet që kena bën këtë fushën e lojës dhe normalisht që Vllaznia do të jenë aty në ato pretendimet e veta. Kjo humje sot besoj që i bën të mendoni që gjërat do të jenë ndryshe edhe në finalizuar. Duhet marrë më seriozisht ndoshta gjërat. Pa diskutim, kjo ishte ajo që unë thash pak më përpara që disa vajza nuk e kishin marrë as sa duhet seriozisht këtë ndeshje, duket sikur duke kanë 5 pikë para ekipit kundërshtar, duket sikur e kishim të kryme atë punë, por futbolli loja marrën kur vjen bilbili. Kështu që thash do të ulem me disa vajza të diskutojmë gjëra të mira sepse kështu nuk ecet. Është ekip i mirë investuar, ekip që i rrin presidenti i mirë në çdo moment, ekip që ka pas sukseset e veta, por nuk ecet gjithmonë me ata sukseset e dikushme, duhet me punu fort. Dhe po nuk punove, normalisht që edhe rezultati nuk vjen. Ka mendoni se do të ndikojë në vazhdimsi kjo humbje në aspektin moral të skuadrës? Tash na do ulem, do të diskutojmë, do flasim me vajza, do t'i shikojmë mirë edhe ndeshjen, do të bëjmë video analizë, kështu që do t'i shikojmë mirë. Vajzat nuk janë se janë vajzat pa përgatitur, janë vajza që janë profesioniste, kështu që nuk ka se do të ndikojnë në anën psikologjike. Por kjo humje nuk do të, sepse thash nuk ka se Gramshi bani shumë më tepër se në fushën e lojës. Ishin 2-3 episode që mbyllën rezultatin. Mirë, po këto episode kur na vishin favorin tonë, ne nuk i shfrytzuame. Dhe kjo është e keqe, dhe kjo të vjen keq. Ku luhet ndeshja radhës? Ndeshja radhës nesh në Lushnjë. Po ndeshja prapambetur me Teutën? Nuk e di kur ta caktojnë federatat, do ta bëjmë, por nuk ka se është një pengesë e madhe Teuta, por thjesht ekipi ishte përgatitur dhe vjen shumë keq tash. Kam mbetur shukuar shkurt. Faleminderit. Faleminderit.